nderuar televizionistë, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion, ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama mori pjesë në konferencën rajonale për shpejtimin e reformave të kujdesit për fëmijët drejt antarësimit të Bashkimit Evropian, ku theksoi iniciativat e reja të qeverisë në fushën e shërbimit shëndetësor dhe arsimit për fëmijët. Rama foli për krijimin e klasave speciale për fëmijët e shtruar në spitale dhe gjithashtu mbështetje të shtuar për nënat kryefamiljare me 3 fëmijë. Kryeministri Edi Rama ka prezantuar disa iniciativa të reja për përmirësimin e kujdesit shëndetësor dhe mbështetjes për fëmijët gjatë konferencës rajonale për shpejtimin e reformave të kujdesit për fëmijët drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Dhe për këtë Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Arsimit janë duke punuar aktivisht që të rrisin numrin e mësuesve special, ashtu si kundër dje ne kemi hapur një kapitull të ri në sistemin tonë të shërbimit shëndetësor me hapjen e klasave të para për fëmijët që janë të shtruar në spital, klasa mësimore dhe klasa arti, të cilat ju shërbejnë fëmijëve që të mos humbasin kontaktin me mësimin, por nga ana tjetër më shumë se kaq ju shërbejnë përmes një kurrikule speciale që të energjizohen me besim dhe me bindjen se do t'ja dalin në betejën me smundjet e tyre. Nga ana tjetër, Rama gjithashtu theksoi rëndësinë e përmirësimit të ndërveprimit me prindërit duke nënvizuar rëndësinë e dhënies së ushqimit në shkolla për çdo qark dhe mbështetje për nënat kryefamiljare me 3 fëmijë. Do t'ja dalin në betejën me smundjet e tyre. Nga ana tjetër, besoj që edhe vendosja e qëllimit ton për të quar më tutje ndërveprimin me prindrit në funksion të përputhjes programeve të shkollës dhe programit punës së prindërve, duke filluar me dhënien e ushqimit në shkolla nga bashkitë qendërqarku, shkon përsëri në këtë drejtim, ashtu si kundër edhe projekti që kemi për të mbështetur më shumë akoma, megjithëse kemi vendosur një mbështetje veçantë për nënat kryefamiljare me 3 fëmijë, për të mbështetur më shumë kategorinë e nënave. Kryeministri u shpreh gjithashtu se përmes këtyre masave do të parandalohen situatat e varfërisë dhe do të mundësohet një mbrojtje më e fortë sociale për ata që kanë më shumë nevojë. Për realizimin e këtyre projekteve, qeveria ka rritur fondet për mbrojtjen sociale me 260 milion euro. Ish-kryeministri Sali Berisha ka premtuar rikthimin në polici të atyre që shkarkuan padrejtësisht nga qeveria Rama, duke i akuzuar për vendosjen e krimit në institucione. Ai tha se do të luftohet lidhja e krimit me politikën dhe do të zbardhen dosjet e bisedave telefonike që lidhin organizatat kriminale me politikën. Po ashtu, Berisha paralajmëroi për rritje të rrogave të policëve dhe një reformë të thellë për të rikthyer besimin e qytetarëve në rendin dhe sigurinë. Ish-kryeministri Sali Berisha ka kërkuar rikthimin në polici të atyre që i konsideron të shkarkuar padrejtësisht nga qeveria e Edi Ramës. Sipas tij, drejtues të aftë që luftonin krimin u larguan për të hapur rrugë për kriminalë dhe të korruptuar që kanë marrë kontrollin e institucioneve. Do të merr nivelin që meritoni. Ju ndëshkuat se u përballt me krimin. Ju ndëshkuat për të hapur rrugën krimit. Do mbetet ditë e zezë në historinë e këtij institucioni kur një vagabond, një delinkuent kriminal si Sajmir Tahiri, shpallte shkrirjen e policisë kriminale sepse kishte kapur printet e tij tek bënin kontraband dhe i hapte rrugën krimit, skafeve dhe trafiqeve të tij personale, familjare. Me radhë, ky ishte fillimi i Edi Ramës, i qeverisë së Edi Ramës. Në aktin më të parë hapi portat. Berisha tha se do të zbardh dosje të rëndësishme që tregojnë lidhjet e krimit me politikën dhe premtoi se ata që nuk janë të inkriminuar do të largohen nga organet e rendit. Nga organet e policisë shtetit do të largohen që të gjithë ata që janë të inkriminuar. Dosjen 100 milion faqe të
ardhura të bisedave telefonike që dëshmojnë lidhjet e tmerrshme të krimit me politikën do të zbardhen, do të bëhen publike. Do të bëhen publike në mënyrë që shqiptarët të ndahen nga bota e krimit, të ndahen nga droga, të ndahen nga dhe të rikthehen ligjit, të rikthehen të drejtave të tyre, të rikthehen vendit tyre dhe shpresës. Nga organ, nga administrata shtetërore do të përzihen të gjithat dhe do dalin para ligjit, të gjithat atë të cilët kanë mbajtur lidhje me krimin, si dhe të korruptuarit. Kjo është një luftë për ekzistencën e Shqipërisë. Ish kryeministri gjithashtu u angazhua për një rritje progresive të rrogave për policët dhe një reformë të thellë për të rikthyer besimin e qytetarëve dhe sigurinë publike. Si pjesë e përpjekjeve për të forcuar luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, prezenca e OSBE-s në Shqipëri ka dhuruar pajisje kompjuterike për Task Force-ën e SPAK-ut. Kjo dhuratë që përfshin 25 laptop, printera dhe skanera do të mbështesë hetimin e krimeve zgjedhore në zgjedhjet e 11 maj, duke rritur kapacitetet e strukturave të drejtësisë. Prezenca e OSBE-s në Shqipëri ka dhuruar pajisje teknologjike të nevojshme për strukturën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke mbështetur kështu Task Force-ën e re të SPAK-ut në përpjekjet e saj për parandalimin dhe hetimin e krimeve zgjedhore gjatë zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Donacioni përfshi 25 laptop, 25 printera dhe skanera, si dhe aksesorë të tjerë të teknologjisë që do të përdoren nga grupi hetimor të shpërndara në të gjithë Shqipërinë. Pajisjet do të ndihmojnë 13 grupe hetimore në terren dhe strukturat qendrore të SPAK-ut, të cilat do të mbulojnë të 12 qargjet e vendit. Grupi i hetimit do të përbëhet nga prokuror të SPAK-ut, hetues të byros kombëtare të hetimit, agent financiar dhe personel mbështetës. Fokusi i këtyre grupeve do të jetë parandalimi dhe hetimi i krimeve që lidhet me kishpërdorimin e administratës publike, infrastrukturës shtetërore dhe përfshirjen e grupeve kriminale në zgjedhje. Përveç asistencës teknike do të ofrohen trajtime për rritjen e kapaciteteve të prokurorisë, hetuesve dhe agentëve financiar që synojnë forcimin e aftësive të tyre për mbledhjen dhe analizimin e provave që lidhen me krimet zgjedhore. Në ceremoninë e dhurimit, kryetari i prezencës së OSBE-s Michel Taran dhe drejtuesi i SPAK-ut Altin Dumani theksuan rëndësinë e forcimit të mekanizmave institucional për mbrojtjen e proceseve zgjedhore dhe sigurinë e demokracisë. Një grua është plagosur në Fier si pasojë të shtënave me armë. Ngjarja ka ndodhur në orët e pasdites, ndërsa autorët, babai dhe i biri janë shpadur në kërkim. E plagosura ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe hetimet janë duke vazhduar për zbardhjen e ngjarjes. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Fier ku një grua ka mbetur e plagosur pas një shpërthimi të dhunshëm me armë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 14 në zonën e njohur si mbi kalimi i Dërmënasit. E plagosura është identifikuar si Suzana Mirnica, e cila ndodhet në spital dhe për fat të mirë është jashtë rrezikut për jetën. Hetimet paraprake kanë hedhur dyshime mbi autorët e krimit, që dyshohen të jetë Aci Mili, 66 vjeç, dhe djali i tij Aci Mili, 23 vjeç, të cilët janë shpadur në kërkim. Policia ka ngritur pika kontrolli në hyrje dhe dalje të qytetit të Fierit, duke përfshirë akset rrugore kryesore si Fier Vlorë dhe Fier Lushnje. Ata po kërkohen të lokalizohen dhe më pas të kapen. Për momentin, grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje dhe është në drejtim të prokurorit, i cili po punon për të sqaruar rrethanat e ngjarjes dhe për të siguruar provat që mund të çojnë në kapjen e autorëve. Policia ka intensifikuar kërkimet në zonën e Dërmënasit për të zbardhur ngjarjen dhe për të siguruar sigurinë e qytetarëve. Pronësia me sa duket ka qenë shkaku i përplasjeve mes dy vëllezërve Shpëtim Konja e Zarif Konja mbrëmjen e 8 prillit në Fier Seman të Divjakës. Ata u konfliktuan fillimisht me grushte, por më pas degeneroi në përdorimin e armës. Shpëtim Konja është ndaluar nga policia, ndërsa mbetet ende në arra tij Zarif Konja dhe shoku i tij Astrid Godanci. Një përplasje fizike mes dy vëllezërve nga Fier Semani i Divjakës ka degeneruar në përdorimin e armës për shkak të një konflikti të gjatë mbi një pronë. Zarif dhe Shpëtim Konja kanë pasur për një kohë të gjatë mosmarrëveshje për një pronë të cilën e pretendonin të dy. Mbrëmjen e djeshme tensionet mes tyre arritën kulmin duke rezultuar në një konfrontim fizik. Fillimisht debati verbal u shndrua në grushte, ndërsa Zarifi mori ndihmën e shokut të tij Astrid Godanci. Në momentin e përshkallëzimit të ngjarjes, Shpëtimi mori një armë gjahu, të cilën e kishte me leje dhe qëlloi drejt mjetit të Astrid Godancit.
Pas ngjarjes, të tretë përfshirët u larguar në drejtime të ndryshme. Policia e Lushnjës së bashku me forcat e ndërhyrjes së shpejtë organizua një aksion të shpejtë dhe arritën të kapin dhe arrestojnë Shpëtim Konjën. Ndërkohë, për Astrid Godancin, që ndërhyri në sherr, është nisur procedim në gjendje të lirë. Ky incident tregon se konflikte të tilla mund të eskalojnë shumë shpejt dhe kërkojnë ndërhyrje urgjente të organeve të rendit për të parandaluar pasoja të rënda. Agjentët e antidrogës të Tiranës kanë realizuar një tjetër operacion të suksesshëm në goditjen e trafikut të lëndëve narkotike përmes postës. Gjatë operacionit të goduar destinacioni janë sekuestruar 3.6 kg kanabis me origjinë nga New Yorku. Në pranga ka përfunduar porosici i drogës 24 vjeçari Franci Veizaj, i cili ka tentuar të fshehë lëndë narkotike brenda sendeve artistike. Në kuadër të një operacioni të mirë organizuar nga policia e Tiranës, agjentët e antidrogës kanë goditur një tjetër rast të dërgimit të lëndëve narkotike përmes postës. Kësaj here, autoritetet kanë sekuestruar 3.6 kg kanabis me një përqindje të lartë, i cili kishte ardhur nga New Yorku dhe ishte destinuar për Tiranën. Lënda narkotike kishte një vlerë të lartë, rreth 50.000 euro, që është pothuajse e barabartë me vlerën e kokainës në tregun shqiptar. I arrestuar ka përfunduar 24 vjeçari Franci Veizaj, i cili ishte porosici i drogës. Ai kishte porositur sende artistike, por brenda paketës u gjet dhe kanabis i fshehur. Kjo është një metodë e përdorur për të shmangur kontrollin doganor dhe policor, por agjentët e antidrogës e zbuluan me sukses. Sipas hetimeve, është identifikuar dhe emri i dërguesit të lëndës narkotike dhe pritet që të bëhet një bashkëpunim me autoritetet amerikane për të zbuluar dhe arrestuar personat e tjerë të përfshirë në këtë aktivitet palishëm. Ky është rasti i tretë brenda 2 viteve të fundit që policia e Tiranës ka goditur dërgesa narkotikësh përmes postës, një fenomen që ka shqetësuar autoritetet, por që përmes operacioneve të koordinuara po luftohet me sukses. Franci Veizaj ishte arrestuar edhe në vitin 2022 për akuzën e trafikimit të lëndëve narkotike, duke treguar se ai është një figurë e njohur për autoritetet në këtë fushë. Prokuroria e Korçës ka përfunduar hetimet për vrasjen e Egli Progës dhe ka ngritur akuza për vrasje me dashje ndaj Denis Meçes, autori dyshuar i krimit. 3 persona të tjerë janë akuzuar për moskallëzim krimi dhe pengim të zbardhjes së të vërtetës. Vrasja ndodhi në Gush, në Pogradec dhe shkaktoi protesta dhe akuza ndaj policisë për fshehje të ngjarjes. Prokuroria e Korçës ka përfunduar hetimet për ngjarjen tragjike që ndodhi në 10 Gusht në lagjen numër 1 të qytetit të Pogradecit, ku 42 vjeçari Egli Proga humbi jetën pas një dhune të ushtruar ndaj tij. Pas një hetimi të detajuar, prokuroria ka ngritur akuzën e vrasjes me dashje nga Denis Meçe, i cili dyshohet se e ka dhunuar viktimën deri në vdekje. Ky veprim ndodhi pas një mosmarrveshje që kishte Meçe me Progën, por asnjë motiv konkret nuk ka dalë ende në dritë. Përveç Denis Meçes, janë ngritur akuza për moskallëzim krimi dhe pengim të zbardhjes së të vërtetës ndaj 3 personave të tjerë, Voltan Shulku, Arjan Manedhari dhe Leonida Guce, të cilët dyshohet se ishin të pranishëm gjatë ngjarjes, por nuk e kanë raportuar atë tek autoritetet. Prokuroria ka theksuar se këta individ mund të jenë përpjekur të fshehin detaje të rëndësishme për hetimin dhe të pengonin zbardhjen e së vërtetës. Ngjarja ka shkaktuar një reagim të fuqishëm nga qytetarët e Pogradecit, të cilët kanë ngritur akuza ndaj policisë për mundësinë që kjo ngjarje ishte mbajtur e fshehtë për një kohë të gjatë. Fillimisht hetimi ishte përqendruar në akuzën e vrasjes nga pakujdesia, por pas reagimit të fortë të publikut dhe familjarëve të viktimës, akuza është ndryshuar dhe është ngritur për vrasje me dashje. Ky ndryshim ka theksuar më tej dyshimet për keq menaxhimin e çështjes nga ana e organeve të rendit dhe ndikimin që mund të ketë pasur përpjekjet për të mbuluar faktet. Policia dhe prokuroria janë në trysni për të zbardhur çdo detaj të ngjarjes dhe për të siguruar drejtësi për viktimën dhe të afërmit të tij. Pas hetimeve, dosjet do t'i nënshtrohen shqyrtimit nga gjykata, ku pritet të merret një vendim për masat që do të merren ndaj të akuzuarve. Ky proces hetimor po vazhdon, ndërsa pritet që drejtësia të bëhet duke i dhënë fund çdo dyshimi që mund të ketë lindur rreth menaxhimit të këtij hetimi të rëndësishëm. Brenda kësaj jave, Shqipëria do të presë një tjetër valë migrantësh nga Italia në një transferim të katërt. Ata do të mbahen në qendrën e paraburgimit të Gjadrit, një qendër dedikuar për emigrantë pa rregull, të cilët janë në pritje të dëbimit. Qeveria italiane shpreson se ky projekt nuk do të pengohet nga gjyqtarët në Rom dhe se do të mund të përmbush synimet për menaxhimin e fluksit të emigrantëve.
Kjo javë pritet të sjellë një tjetër valë emigrantësh nga Italia drejt Shqipërisë në kuadër të transferimit të 4 të emigrantëve. Qeveria italiane në udhëheqjen e kryeministres Giorgia Meloni është optimiste se nuk do të ketë pengesa juridike nga gjyqtarët në Rom që mund të ndalojnë projektin e ri. Sipas planit, emigrantët që do të dërgohen në Shqipëri nuk do të jenë më azil kërkues të kapur në det, por individ të parregullt të cilët janë në pritje të procedurave të dëbimit. Këta emigrant do transferohen në qendrën e paraburgimit të Gjatrit, e cila aktualisht ka rreth 40 vende, ndërsa po punohet për të rritur kapacitetin e saj në 144 vende. Udhtimi i emigrantëve do të realizohet me anije nga Pulja në drejtim të Gjatrit, ku do të qëndrojnë në një periudhë maksimale deri në 18 muaj, në pritje të pranimit të tyre nga vendet e origjinës. Ministri i Brendshëm italian Matteo Piantedosi ka theksuar se politikat e reja të qeverisë italiane kanë ulur ndjeshëm fluksin e emigrantëve që mbërrin në Itali dhe ka theksuar se qendrat në Shqipëri janë një model efektiv menaxhimi për këtë çështje. Sipas tij, qëndrimi i emigrantëve në Gjatër do të ofrojë një mundësi për të menaxhuar situatën derisa të përfundojë procedura e riadesimit. Ndërkohë, qeveria italiane po pret vendimin e Gjykatës së Drejtësisë së Bashkimit Evropian për dekretin që lidhet me njohjen e vendeve të sigurta, një çështje që do të mund të ketë ndikim në procesin e riadesimit dhe menaxhimit të emigrantëve në të ardhmen. Ky transferim i emigrantëve është pjesë e një plani më të gjerë që synon të reduktojë ngarkesën mbi sistemin e azilit në Itali dhe të krijojë një mekanizëm më të efektshëm për rikthimin e emigrantëve në vendet e tyre të origjinës. Shqipëria përmes këtij procesi ka shfaqur gatishmëri për të bashkëpunuar me autoritetet italiane dhe për të menaxhuar fluksin e emigrantëve, duke ofruar një mundësi për menaxhimin më të centralizuar dhe të kontrolluar të situatës. Megjithatë, ka shqetësime për ndikimin që mund të ketë ky transferim në shoqërinë shqiptare dhe infrastrukturën e saj, duke qenë se Gjatra është një zonë me kapacitet të kufizuar për të pritur një numër më të madh emigrantësh. Nderuar televizionistë, do të ecim me informacionet nga rajoni. Kryediplomatët të Kosovës dhe Serbisë u përballën sërish në Këshillin e Sigurimeve të OKB-s, ku diskutua raporti i sekretarit përgjithshëm për misionin e OKB-s në Kosovë. Ministria e Jashtme e Kosovës akuzoi Serbinë për përpjekje për të destabilizuar vendin, ndërsa nga ana tjetër ministri serb kërkoi mbrojtje për serbët në Kosovë. Përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës theksoi rëndësinë e normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Në një mbledhje të tensionuar në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë vazhduan të shkëmbejnë akuza dhe shqetësime për situatën politike dhe sigurinë në Kosovë. Ministrja e Jashtme e Kosovës, Donika Gërvalla, theksoi se Serbia vazhdon të përpiqet të destabilizojë demokracinë e Kosovës, duke akuzuar atë për sjellje destruktive që minojnë përpjekjet për paqe dhe stabilitet. Ajo i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të qëndrojë vigjilent ndaj aktiviteteve destabilizuese të Serbisë. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm i Serbisë, Ivica Dačić, ngriti shqetësimin se gjendja e serbëve në Kosovë po përkeqësohet dhe se ata po vojnë pasojat e një politike diskriminuese të autoriteteve të Kosovës. Ai kërkoi një reagim më të fuqishëm nga komuniteti ndërkombëtar për të mbrojtur të drejtat e serbëve të Kosovës. Përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara, John Kelly, gjatë fjalës së tij u fokusua te nevoja për uljen e tensioneve dhe për krijimin e kushteve për një marrëveshje të qëndrueshme mes dy shteteve. Ai theksoi se normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë është një nga shtyllat kyçe për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor, duke shtuar se ky proces do të kontribuonte në një klim më të begatë për zhvillimin ekonomik dhe forcimin e paqes. Në reagimet ndërkombëtare, përfaqësuesi i Rusisë akuzoi autoritetet e Kosovës për vazhdimin e politikës së dëbimit të serbëve nga territori kosovar dhe shprehu shqetësim për dështimin e ndërmjetësimit të Bashkimit Evropian në dialog. Ai gjithashtu shprehu një shqetësim të madh për marrëveshjen e mbrojtjes mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë, duke e konsideruar këtë zhvillim si një kërcënim për stabilitetin rajonal. Nga ana tjetër, përfaqësuesi i Bashkimit Evropian bëri thirrje për vazhdimin e implementimit të marrëveshjes së vitit 2023 si një hap i rëndësishëm për përmirësimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë dhe për arritjen e normalizimit të plotë të tyre. Ai e theksoi nevojën për veprime konkrete nga të dyja palët për të implementuar marrëveshjet e arritura. Përfaqësuesi i Mbretërisë së Bashkuar theksoi se vendi i tij mbetet një mik i përkushtuar i Kosovës, duke mbështetur aspiratat e saj euro-atlantike. Ai gjithashtu mirëpriti njohjen e Kosovës nga Kenia dhe inkurajoi shtetet që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës të bëjnë një hap të tillë. Në fund, Kina shprehu shqetësimin për mbylljen e institucioneve serbe nga autoritetet e Kosovës dhe për rritjen e tensioneve në veri të Kosovës, duke kërkuar më shumë angazhim nga pala kosovare për të ulur tensionet dhe për të krijuar kushte më të mira për serbët në Kosovë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Britania e Madhe dhe vendet e tjera të rëndësishme perëndimore kanë kërkuar vazhdimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë si zgjidhje vetme për normalizimin e marrëdhënieve. Përfaqësues të këtyre shteteve theksuan rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë me qeverinë e re të Kosovës dhe angazhimin e saj në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Britania e Madhe dhe disa shtete të tjera të rëndësishme perëndimore kanë bërë thirrje për vijimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke konsideruar këtë si zgjidhjen e vetme për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve ballkanike. Përfaqësuesit e këtyre shteteve kanë theksuar rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë me qeverinë e re të Kosovës, duke inkurajuar atë të angazhohet aktivisht në përpjekjet për arritjen e një marrëveshjeje me Serbinë në kuadër të procesit të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit të SBA-s tha se Shtetet e Bashkuara presin të punojnë me qeverinë e re të Kosovës për të mbështetur stabilitetin dhe sigurinë rajonale, duke vënë theksin në rëndësinë e besimit të ndërsjellë dhe bashkëpunimit të vazhdueshëm me partnerët ndërkombëtar. Ambasada gjermane gjithashtu ka theksuar nevojën për një përparim të dukshëm në dialogu me Serbinë, duke theksuar që qeveria e ardhshme e Kosovës duhet të forcojë koordinimin e ngushtë me partnerët ndërkombëtar dhe të punojë për realizimin sa më shpejt të perspektivës europiane të Kosovës. Përfaqësuesit e Gjermanisë besojnë se kjo do të ndihmojë në përmirësimin e marrëdhënieve dhe përmbushjen e kërkesave ndërkombëtare. Ndërkohë, ambasada britanike ka shprehur shpresën se qeveria e Kosovës do të adresojë nevojat e të gjithë qytetarëve, përfshirë përparimin e integrimit të serbëve në institucionet e Kosovës. Britania e Madhe ka shprehur gjithashtu mbështetje për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës dhe ka inkurajuar Kosovën që të përmbushë sa më shpejt kërkesat e vendeve të tjera të Bashkimit Evropian. Në Greqi ka shpërthyer një grev 24 orëshe që ka paralizuar transportin detar, hekurudhor dhe ajror, ndërkohë që punonjësit kërkojnë paga më të larta për të përballuar rritjen e kostove të jetesës. Pavarësisht rritjes së pagave minimale me 35%, shumë qytetarë vazhdojnë të luftojnë për të përballuar shtrejtimin e ushqimeve, energjisë dhe shërbimeve të tjera. Në Greqi, një grev 24 orëshe ka paralizuar transportin detar, hekurudhor dhe ajror, duke shkaktuar kaos në çdo sektor që është i lidhur me transportin. Kjo grev është organizuar nga dy sindikatat më të mëdha të vendit, njëra që përfaqëson sektorin privat dhe tjetra sektorin publik dhe është përgjigje ndaj kushteve të vështira ekonomike dhe rritjes së kostove të jetesës. Pavarësisht përpjekjeve të qeverisë për të përmirësuar situatën ekonomike, duke rritur pagën minimale mujore me 35%, shumë punonjës në Greqi nuk e konsiderojnë këtë rritje të mjaftueshme për të përballuar shtrenjtimin e vazhdueshëm të jetesës. Paga minimale e vendit është aktualisht 880 euro, por sipas përfaqësuesve të sindikatave, kjo është ende e pamjaftueshme për shumë qytetarë që po përballen me inflacionin dhe shtrenjtimin e energjisë, ushqimit dhe shërbimeve të tjera jetësore. Angelos Galanopoulos, përfaqësues i sindikatës së marinarëve, tha se edhe pse janë bërë disa përpjekje për të rritur pagat, problemi kryesor mbetet hendeku mes rritjes së pagave dhe rritjes së çmimeve. Ai shtoi se privatizimet në sektorët e shëndetësisë dhe arsimit po e përkeqësojnë më tej situatën për ata që kanë të ardhurat të ulta. Sipas të dhënave të Eurostat, paga minimale e Greqisë është ndër më të ultat në Bashkimin Evropian, pas atyre të Portugalisë dhe Lituanisë. Paga mesatare në Greqi është 1342 euro në muaj, por kjo është ende 10% më e ulët krahasuar me vitin 2010, kur shpërtheu kriza financiare. Sindikatat kërkojnë një përgjigje të menjëhershme dhe të qëndrueshme nga qeveria për të adresuar këto shqetësime dhe për të siguruar një rritje të pagave që do të mundësojë përballimin e kostove të jetesës që po shtrenjtohen vazhdimisht. Ecim me zhvillimet nga bota. Vala e re e tarifave të presidentit Donald Trump për dhjetra ekonomi përfshirë taksën 104% ndaj madrave kineze ka hyrë në fuqi të mërkurën, duke shkaktuar tronditje të mëdha në ekonominë globale. Këto masa ndihmuan në rritjen e tarifave për eksportuesit si Bashkimi Evropian dhe Japonia, duke bërë situatën më të pasigurt. Kina ka reaguar me masa hakmarrëse dhe po kërcënon me kundërpërgjigje të tjera. Përplasja tregtare mes Shteteve të Bashkuara dhe partnerëve të saj ka arritur kulmin pasi tarifat vendosura nga presidenti Donald Trump për madhrat nga 10 vende përfshin një taks 104% për produktet kineze, të cilat kanë hyrë në fuqi të mërkurën. Kjo ka shkaktuar tronditje në tregjet financiare globale dhe ka ngjallur shqetësime për një rënje të mëtejshme të ekonomisë botërore. Shtetet e Bashkuara kanë nisur një luftë tregtare të drejtuar nga presidenti Donald Trump, por agimi i fortë i Bashkimit Evropian është duke u konkretizuar. Komisioni
Evropian ka propozuar masa kundër Trumpit, përfshirë tarifa shtesë prej 25% për një gamë të gjerë produktesh amerikane, si motocikleta, shpend, fruta dhe veshje. Këto masa do të kenë pasoja të ndjeshme për rritjen ekonomike të eurozonës. Megjithatë, ekspertët sugjerojnë se inflacioni mund të mbetet i ulët për një periudhë të shkurtër. Banka Qendrore Evropiane është e gatshme të ndërhyjë dhe të sigurojë stabilitet financiar në zonën euro, ndërsa frika për një recesion global vazhdon të përhapet. Tarifat ndëshkuese të vendosura nga presidenti Donald Trump kanë hyrë tashmë në fuqi, duke shkaktuar pasiguri të madhe në tregjet globale. Bashkimi Evropian po përgatitet të miratojë kundër masa, duke intensifikuar luftën tregtare dhe duke rritur shqetësimin për një recesion global. Në këtë kontekst, rënja e aksioneve dhe goditja në fitimet e kompanive të mëdha janë gjithnjë e më të dukshme. Një tjetër hap në luftën tregtare midis SBA-s dhe vendeve të tjera është shënuar me hyrjen në fuqi të tarifave të reja nga administrata e Donald Trumpit, që përfshin rritjen e taksave deri në 104% për mallrat kineze. Këto masa vinë në një kohë kur tensionet midis Washingtonit dhe Pekinit janë të larta dhe vendet përfshihen në një lojë me aksione të mëdha dhe rrezik për destabilizim ekonomik global. Përveç Kinës, që është goditur më së shumti nga këto tarifa, norma të reja për importe nga ekonomitë si Bashkimi Evropian dhe Japonia janë rritur gjithashtu, duke pasuar një rritje të shpejtë të tarifave 10% që tronditën bursat dhe tregjet globale. Pas hyrjes në fuqi të tarifave, që shkaktuan një ndikim të rënd ekonomik, pasojat kanë qenë të dukshme në tregjet financiare, me humbje të mëdha kapitali në bursat globale, veçanërisht në Australi dhe Taiwan, ku aksionet kanë pësuar rënjen më të madhe në muajt e fundit. Kina ka reaguar duke premtuar kundërmasa hakmarrëse, përfshirë një tarif prej 34% ndaj mallrave amerikane, që do të hyjë në fuqi të enjten dhe ka bërë të ditur se nuk ka ndërmend të tërhiqet nga lufta tregtare. Ndërkohë, Trump ka theksuar se administrata e tij po punon për të arritur marrëveshje të përshtatshme me partnerët tregtar, duke i dhënë përparësi aleatëve të SBA-s si Japonia dhe Korea e Jugut. Në një përpjekje për të qetësuar pasojat ekonomike, shefja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka paralajmëruar kundër përshkallëzimit të mëtejshëm të tensioneve tregtare, duke theksuar rëndësinë e stabilitetit për ekonominë globale dhe nevojën për të shmangur një përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit. Ky zhvillim ka pasur pasoja edhe në tregjet e këmbimit valutor, ku oni i Koresë së Jugut ka rënë në nivelin më të ulët ndaj dollarit që nga viti 2009 dhe juani kinez gjithashtu ka shënuar një rënje historike kundrejt dollarit amerikan. Për të menaxhuar pasojat ekonomike, Banka Qendrore e Indisë ka ulur normat e interesit për të lehtësuar kushtet sfiduese të ekonomisë globale. Një ngjarje tragjike ka ndodhur në Santo Domenico në orët e para të mëngjesit të 8 prillit, ku çatia një klubi natë e njohur u shëm papritur gjatë një performance muzikore. Deri më tani autoritetet kanë konfirmuar të paktën 44 viktima dhe 134 të plagosur. Ekipet e emergjencës vijojnë operacionet e shpëtimit mes rrënojave në një garë kundër kohës për të gjetur të mbijetuar. Santo Domingo është tronditur nga një tragjedie e rëndë që ndodhi në një nga klubet më të frekuentuara të natës në qytet, ku çatia e ndërtesës u shemb papritur gjatë një performance artistike. Ngjarja ndodhi në orët e para të së martës, më 8 prill, ndërkohë që brenda ambienteve të klubit ndodheshin 10 persona që po ndiqnin koncertin e këngëtares së njohur Ruby Perez. Sipas të dhënave të fundit të konfirmuara nga autoritetet lokale, numri i viktimave ka arritur në 44, ndërsa 134 të tjerë kanë mbetur të plagosur. Ekipet e emergjencës dhe shpëtimit kanë qenë në teren menjëherë pas ngjarjes dhe janë ende duke kërkuar mes rrënojave për persona që mund të jenë ende të bllokuar. Kreu i qendrës së operacioneve emergjente të Republikës Dominikane, Juan Manuel Mendez, ka bërë të ditur se situata është tepër e rëndë dhe kërkon ndërhyrje të koordinuar në çdo nivel. Mendez nuk dha të dhëna të sakta mbi numrin e personave që ndodheshin brenda klubit në momentin e shembjes, duke theksuar se prioriteti është shpëtimi i jetëve. Një ndër viktimat e konfirmuara është Nelsi Cruz, guvernatore e provincës veriore Monte Cristi, e cila ndodhej në klub në momentin fatal. Pamje të filmuara nga të pranishmit dhe më pas të shpërndara në rrjetet sociale dokumentojnë momentin e saktë të shembjes së çatisë, ndërsa këngëtarja Ruby Perez ishte në skenë. Videoja tregon kalimin e menjëhershëm nga atmosfera festive në kaos dhe frikë, teksa të pranishmit përpiqen të shpëtojnë veten. Autoritetet kanë nisur një hetim për të zbuluar shkaqet e kësaj ngjarjeje tragjike dhe për të vlerësuar nëse kishte neglizhencë në strukturën e ndërtesës apo në zbatimin e rregullave të sigurisë.
Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 10 prill do të vijojë të ndikohet nga kushte atmosferike disi më të shndrueshme krahasuar me ditën paraardhëse. Moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira kalimtare në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa në zonat verilindore dhe lindore pritet të ketë rreshje të izoluara shiu gjatë pastites. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 21 gradë Celsius, veçanërisht në zonat fushore dhe bregdetare. Era do të fryejë nga drejtimi verilindor, veri perëndimor me shpejtësi 6 deri në 11 metër për sekond, ndërsa përgjatë vijës bregdetare her pas here mund të arrijë deri në 13 metër për sekond. Deti do të jetë i qetë me dallgëzim të lehtë deri në 2 deri në 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale, si dhe kushtet e motit për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 8 deri në 18 gradë Celsius. Kukës, 5 deri në 15 gradë Celsius. Peshkopi, 4 deri në 13 gradë. Tiranë, 7 deri në 20 gradë Celsius. Durrës, 9 deri në 21 gradë. Kavaj, 8 deri në 20 gradë Celsius. Elbasan, 6 deri në 19 gradë. Berat, 6 deri në 21 gradë. Korç, 3 deri në 12 gradë Celsius. Vjor, 10 deri në 21 gradë Celsius. Gjirokastër, 6 deri në 18 gradë. Sarand, 9 deri në 20 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 10 prill do të karakterizohet nga moti kthjellët në mëngjes dhe me vranësira kalimtare në pastite, sidomos në zonat malore dhe kodrinore ku mund të ketë rreshje lokale shiu. Temperaturat do të vijojnë rritjen e lehtë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 17 gradë Celsius në disa zona të ulëta. Era do të jetë e lehtë, me drejtim verilindor, veri perëndimor dhe shpejtësi 5 deri në 10 metër për sekond. Në disa lugina do të ketë rritje të përkohshme të intensitetit të erës deri në 13 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale, si dhe kushtet e motit për disa nga qytetet kryesore të Kosovës, do të jenë si më poshtë. Mitrovit, 2 deri në 15 gradë Celsius. Podujev, 2 deri në 14 gradë. Skënderaj, 2 deri në 13 gradë Celsius. Pej, 3 deri në 15 gradë Celsius. Prishtinë, 3 deri në 17 gradë. Gjakov, 4 deri në 16 gradë. Malishevë, 3 deri në 14 gradë Celsius. Gjilan, 3 deri në 15 gradë Celsius. Ferizaj, 3 deri në 16 gradë. Kaçanik, 4 deri në 15 gradë. Suharek, 4 deri në 14 gradë Celsius. Prizren, 4 deri në 16 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë do takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë, mirë takofshim.